ne dje ishim për hapin e kapitujve. Strategjia 2026-2030 flet që biznesit duhet i parafrohet 4.0-s. Ne jemi akoma 2.0. Pa tjetër këtë do të thoja. Ne jemi një fëmijë vogël. Atëherë, për të arritur nga 2.0, 3.0, 4.0 duhet të transformohet. Apo jo? Biznes do ta ndajmë në sektor. Ka nevojë për shumë support. Do ta ndajmë në sektor, besoj. Pra sektor të ndryshëm. Pra ka nevoja, besoj që teknologjia ose ajo nevojë për subvencione ka sektor të ndryshëm, siç mund të jetë bujësia, siç mund të jetë të tjera. Po s'po shpikim unë në me këtë punë ka Europa të jep fondet që ti me që jema mrapa, fillosh të barazohesh me ne ti jesh pak a shumë konkurues. Ja ta mbarojnë. Unë e kam të pjesa pse por them varet nga sektori. Se nëse e marrim të pjesa e energjisë, ne jemi shumë avangardë në këtë drejtim. Qoftë nga mënyra si e prodhojmë energjinë, që e prodhojmë të gjithë nga burimet e rinovueshme, qoftë nga diversifikimi, qoftë nga drejtimi që po kemi gjithmonë më tepër rreth këtyre, po themi, mënyrave të prodhimit të energjisë, që është shumë herë më avangardë se sa Europa, e cila është akoma në gaz e në lëndë fosile të tjerë. Pra në këtë drejtim, pra ne po them që këtu kemi të bëjmë me sektor. Pra ka sektor të cilët janë shumë të ndërsuar dhe kërkojnë më tepër në, po themi, mbështetje, subvencione, bujësia e tjerë me radhë, po ka sektor të tjerë që mjafton tregu. Aman, më ku do t'i gjej Ministria e Bujësisë të ekspertët që s'ka një ministër të ajrit, jo më të gjej ekspert, të këshilloj fermerët, si të futen fermerët dhe të përgatiten për sfidën që i predo. Këto janë sfida që patjetër që... Ku do dalin këto, nga do vinë këto alien më të lutem? Nga akademia. Nga akademia kujt? Akademia e Barinve që ishte... A, e Barinve. Okej, do më thëmë. Jo, po thëja këte që të pjesat pakte në sektori që unë edhe i njoftë, dhe pjesa energjisë, unë mendoj që nuk ka nevojë për subvencion. Fare, mjafton tregun ta liberalizosh. Po Shqipëria çfarë vendi është? Nuk kemi vend prodhim energjie në më së shumti, ne jemi apo jo? Ne jemi vende importuese ende në këtë drejtim, pra importojmë kryesisht për nevojat tona, mesatarisht 30%, vite më të këqija edhe 40-45%. Po sigurisht që kjo ka ardhur edhe në rënje, pra në këtë drejtim. Po ne jemi vend bujësor, më flasim çik për bujësin, për fermerët më. Ore bujësit fermerët si do jenë, ku do jenë? Nuk jam shumë dakord për këtë, se mund të jemi edhe vend që prodhojmë energji të rinovueshme, sepse e kemi të gjithë bazën. Ne nuk po zhvillojmë ato që e kemi ndërshekuj tani. Jo, mund të flas për atë shenjor. Patjetër, tani. Vin pak te fermerët tanë të cilët do të lëndisen mba 3 vjetër, kush e di ku do të lëndisen. Po, si duket me dron. Jo, e kam fjalën këtu. Kush është vendi më i zhvilluar në botë? Ruajnë delet me dron, se kjo është misja e fundit. Po, është në Petër. As do kem Barin, do i ruajnë delet me dron, sa. Me qenë robot. Po qumshin dhe gjint lopës, me çfarë do t'ja disinfektojnë që dalja i qumshi mirë? Me aparatura. Me aparatura. Po investimin për këto, kush do ta bëj që qumshi të shitet? Do ta bëj biznesi vet. Po ata që vazhdojnë e mielin me dorë akoma? Makineria. Si makineria, po me qa legës do ta bëj makinerim, bra. Se këtë më flasë.